إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Me të vërtet falënderimi I takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë. Dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humbë. Atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu I vetëm dhe pa shok. Është ai që e meriton adhurimin. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtet dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ja eyyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O njerëz, friksohuni Allahut krijuesit tuaj, I cili ju ka krijuar ju në një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja varëfisnore, se me të vërtet Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin Kerim: Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Ju mundëson ju Allahu I lartësuar të veproni vepra të mira. E kush I bindet Allahut dhe të dërguar të Tij, më të vërtet që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du, fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bidat, dhe çdo bidat është në humbje, dhe çdo humbje është në zjarr. Ibad Allah, robërt e Allahut, qëndrojmë sot në disa ajete nga fundi i surës El-Munafiqun, për të përkujtuar për një e shumë të tjera nga çështjet që shumica e njerëzve, dhe pse i prekin, i ndjejnë në jetën e tyre, por jetojnë sikur nuk i besojnë dhe sikur nuk ekzistojnë të gjëra në jetën njerëzore. Kështu diktohen shumë njerëz, përveç atyre që Allahu Azza wa Jall i ka mëshiruar nga veprat e tyre. Gjuha e veprave tregon këtë pjesë të dobët perceptimi të këtyre çështjeve kaq të rëndësishme. Allahu subhanahu wa taala në këto ajete na thret me cilësinë e besimit. Çdo thirrje e tillë kërkon zemër të gjallë, dëgjim të përgatitur, dëshira për të ingranuar me punë, besim, dashuri, nënshtrim, sepse po thirresh tek një e mirë ose do të ndalohesh nga një e keqe. Çdo kush që e ka renditur dhe radhitur veten e tij në grupin e besimtarëve dhe nuk ingranohet me bindje, dashuri, tërheqje ndaj këtyre thirrjeve, ai është në një rrezik të madh. Sepse gjendja e tij tregon që ky njeri kalon tek argumentet e Allahut ka'an lam yasma'ha, sigur nuk i ka dëgjuar ata. Ka'anna fi udhunayhi waqra, sigur të ketë veshët e tij të bllokuara. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në këtë ajet kuranor: ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. O ju të cilët keni besuar, thret Allahu Azza wa Jall besimtarët me cilësinë e besimit: ja eyyuhalladhina amanu. Për çfarë na thret? La tulhikum amwalukum wala auladukum. Mos t'ju humbasin vëmendjen për qëndrimin, pasuria juaj, fëmijët tuaj, t'ju bëjnë të pavëmendshëm, të papërkushtuar në dhikrin e Allahut Azza wa Jall, në përmendjen e tij,
në adhurime, në bindje, në ibadat. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Mos u ndaloni, mos u hutoni për shkak të pasurisë dhe fëmijëve. Sepse, si që ka ardhur në transmetim të saktë, fëmijët janë me gjbenetun, me bëkhaletun, fëmijët janë me gjbene, të të dishka e cila të zhyt, të nëzit, të fut, të jesh koprac, me gjbene, me bëkhale, të jesh frikacak, dhe tjetra është të jesh kërnac, koprac. Sepse ka ardhur është themaratul fuadi, shfryti i zemrës, lidhet njeriu me dashuri të madhe të thellë me fëmijët. Është dashuria për pasurinë, gjithashtu është e ngullur thellë në natyrën e njeriu. Allahu Azza wa Jall i theret besimtarët shkaku i përmendjes së cilësisë me të cilën ata thirrën, tregon se kjo cilësi është garantuese nëse ekziston për t'i bërë balë sprovës, sepse al-amwalu wal-auladu fitnatun. Allahu Azza wa Jalla i ka quajtur në Kur'an fitna, sprov, pasurinë dhe fëmijët. Por besimi është elementi i vetëm i cili me të cilin ti bën balë, triumfon, fiton, shpëton nga kjo fitne, nga kjo sprov dhe del me sukses. Wa men yef'al dhalika, ata që e bëjnë këtë, hutohen, la tulhikum. Mos u mashtroa, unë jam besimtar, ja po falen, ja po bëj. Këto ajete janë për jo besimtar. Allahu Azza wa Jalla i theret besimtarët që mos hutohen me pasuri, e mos të shtyhen për shkak të fëmijëve të tyre, të harrojnë adhurimet për kushtimin, për mendjen e Allahut Azza wa Jall. Wa man yef'al dhalika, kush e bën këtë gjë, hutohet, habitet, devijon, harrohet, zhytet në dashurinë e pasurisë të fëmijëve, në llogari të adhurimit, për kushtimit, besimit dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul khasirun. Ata janë të humburit. Dëgjojmë në vëmendje, fa ulaika humul khasirun. Rabbul Alamin, Dhul Jalali wal Ikrami, të theret, mos u huto pas pasurisë. Pasuria çfarë është? Është tek konsiderata njerëzore fitim, me ksebetun, është fitim. Fundi i ajetit është fa ulaika humul khasirun. Ti e kërkon fitimin, por në realitet je i humbur. Asnjëherë mos mendo se humbjet të ardhura në argumentet fetare i përkasin vetëm humbjes në botën tjetër. Çdo humbje përfshin humbje në të tjerë, për aq sa nëse ndodh është e mjaftueshme të mos jetosh asnjë ditë, asnjë moment i lumtur në jetën tënde.
Dhe për këtë Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'anin Kerim: "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa." Ai që largohet nga dhikri i Allahut, nga adhurimi, nga përkushtimi në besim e bindje me dashuri, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu tregon në Kur'anin Kerim se ky njeri do të ketë një jetë të ngushtë. Fa inna lahu ma'ishatan danka, do ta ketë jetën të ngushtë. Jo vetëm kaq, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, ditën e kiametit do ta ringjallim atë njeri të verbër. Do të thotë Zoti im, pse më ringjallet të verbër e unë më pa shikoja? Përgjigje do të jetë: kedhalika atatka ayatuna, ty të erdhën argumentet tona e i harrova ato, e kështu që ti sot do të harrohesh. Fa ulaika humul khasirun, ai që e bën këtë gjë, ata që e bëjnë këtë gjë, janë të humburit. Ti përpiqesh për të shtuar fitimet në llogaritë të besimit, duke marrë kohën për kushtimin që duhet ta japësh për adhurimin, për Allahun, për besimin, për sinqeritetin, për dashurinë, për shërbimin e të vërtetës. Kinë se je duke fituar dhe duke mbledhur dhe shytesh në dotët e shejtanit, do ta bëj të pas derisa t'jen momenti i fundit. O men yef'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Allamul ghuyub, al-alimul khabir, i gjithdijshmi, Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili din çdo gjë, krijuesi i gjithçkaje. Çdo gjë është në dorën e tij subhanahu wa ta'ala. Të tregon se fitimi nuk vjen nga aty ku ti e mendon. Po heq pak kohë nga kjo dhe po heq pak kohë nga kjo, se do të arrijë fitimin. Çfarë mendon o bie i Ademit? Të jesh në kujdesin e Allahut subhanahu wa ta'ala, apo të lehesh në të ashtu quajturën vetë besimin tënd, aftësit, përkushtimin, mundimin tënd? Wukkila ilejhi, wukkila ilejhi. Gjërat të cilat kërkojnë prej nesh mbështetjen, besimin, bindjen për Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ne e drejtojmë këtë gjë tek diçka tjetër përveç Allahut, jemi si ata që vendosin nuska në trupat, rrobat e vendet e tyre apo mjetet e tyre për të ruajtur nga të këqijat apo për të tërhequr të mirët, të cilët në fillimin e ndëshkimit në këtë jetë kanë se lehen në dorën e atyre gjërave që ata i kanë marrë si shkaqe shpëtimi. Dhe të gjithë ne e dim se ç'bëjnë ato dhe se çfarë kanë në dorë ato lecka, letra apo gjëra që njerëzit mbështeten në to. Është e njëjtë, përveç se këtu mungon masa fizike. Shumë njerëz jetojnë në këto nuska të cilat nuk kanë masë fizike, por ekzistojnë dhe kanë një hapësirë në zemrën, jetën, besimin, mendjen, përkushtimin e njeriut. Dhe dije se do të lehesh në dorën e këtyre nuskave.
të cilat nuk kanë masë fizike, por janë besime, janë ndjenja, janë prirje, janë zgjedhje, janë lakmi të vendosura në pozitat që nuk meritojnë. O me yefal dhalike, fa ulaika humul khasirun. Kush e bën këtë, duhet ta dinë se janë të humburit. Po kërkon të fitosh, kështu nuk fiton. Je i humbur. Ai që din të lexoj argumentet e Allahut në jetën e njerëzve, e sheh këtë gjë si të shikon lindjen dhe perëndimin. Doni të fitoni, doni të shpëtoni, doni ta dini realitetin e kësaj jete. Vazhdo leximin e këtyre ajeteve. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Fitimi i vjen aty ku shumica e njerëzve nuk e mendojnë. Edhe për këtë arsye je thirrur me cilësinë e besimit. Sepse shumica e njerëzve nuk e besojnë. O qalilun min ibadiy ash-shakur. Pak nga robët e mi, thot Allahu, janë falëndërues. Të pakët janë ata që zgjedhin besimin, përkushtimin, bindjen te Rabbul Alamin. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Pas ajetit të parë, i vjen ky ajet. Shpenzoni nga ajo që ne ju kemi dhënë. Nuk ke marrë ti me forcën, shëndetin, diturinë, aftësitë tuaja. Allahu Azza wa Jall është ai që të ka dhënë. Wa anfiqu, shpenzo për veten, shpenzo për familjen, shpenzo për miqt, për të afërmit, për njerëzit në nevojë, shpenzo në rrugët e mirësisë, qofshin ato obligative apo vullnetare. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nxit Allahu Azza wa Jall në veçanti për shpenzim dhe në përgjithësi për veprat e mira dhe nxitimin në to. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Para se t'i vijë ndonjërit prej jush vdekja. Para se t'i vijë ndonjërit prej jush vdekja, se yaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. Shpenzoni nga ajo që ne ju dham ju. Para se t'i vijë ndonjërit prej jush vdekja, e të thotë njeriu al-muqassir, ai që është i mëndët në përkushtim, adhurim, besim, bindje, në momentet e agonisë, në momentet e fundit të jetën e tij, do ta shohë të vërtetën. E kur ta shohë këtë të vërtetë, fa yaqul Rabbi, Zotim, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Zotim, sigur ti të më afatizosh një pjesë kohë sa do e vogël, fa asaddaqa, të t'jap sadaka, do të bëj vepra të mira, wa akun min as-salihin, dhe do të jem nga njerëzit e devotshëm, sepse ka parë të vërtetën që nuk ka më kthim në këtë jetë, në momentet e vdekjes, fa yaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Kursesi wa lan yu'akhkhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Asnjë nefs, asnjë shpirt, askush nuk do të afatizohet, sigur në një moment të vetëm, kur t'i vijë ajali, koha, t'i mbaroj caktimi i jetës së tij në këtë jetë. Wallahu khabirun bima ta'malun. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allahu e din mirë se çfarë ju bëni. Allah subhanahu wa ta'ala e din mirë se çfarë ju veproni. Vdekja
është gjëja që më shumti, shumica e njerëzve nuk kanë qef fare ta përmendin atë. Larg, luj vendit, murit dhe kurit, prekin çdo gjë me dorë, që të shpëtojnë. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo nefs do ta shijojë vdekjen. Çdo nefs, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ai që shpëton nga zjarri dhe hyn në xhennet, ai ka shpëtuar, ai ka fituar. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, në një hadith të cilin e transmeton Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij, Sheikh Al-Albani rahimahullah e ka cilësuar hadith sahih, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yaqul udhkuru al-mauta hadimi al-ladhati. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh herë thoshte shpesh fjalën shtojeni shumë kujtimin e vdekjes. Udhkurul maut. Kujtojeni shumë vdekjen. Hadimil ladhati, shkëputësi i çdo kënaqësie. Vdekja është shkëputje për çdo kënaqësi. Mufarriqul jamaati, është ndasi i grupeve. Është fundi i njeriu të këtë jetë. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu në një hadith të cilin e transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, thotë se pejgamberi alayhi salatu wassalam i vuri dorën në shpatullën e tij dhe i tha: "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabili." Je në dunja sikur të jesh jabanci i huaj ose sikur të jesh një kalimtar. Dhe Abdullah ibn Umar thoshte: "Idha amsayta fala tantadhir as-sabah." Nëse ti do të ngrysesh, mos e prit mëngjesin, mos ëndro gjëra se do ta bëj këtë pas një jave, pas një muaji, pas një viti, javë këtë vit, javë vitin tjetër. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Asnjë nefs, asnjë shpirt nuk e din se në cilën tokë i vjen vdekja dhe në cilin moment i vjen vdekja. Dhikrul maut, të përmendurit e vdekjes, si shka ardhur në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam: "Ma kana fi dhiqin illa wassa'a, wa ma kana fi wus'atin illa dayyaqahu." Njeriu nëse e përmend vdekjen dhe është në vështirësi në këtë jetë, do ta shohë që vështirësitë e tij do të shpupuriten, do të prishen, nuk do t'i ndjej ato vështirësi, sepse kafa bil mauti wa'idha, mjafton për kujtim të zgjohesh. O njeri, mjafton përmendesh vdekjen. Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrdar. Kur Allahu azza wa jall përmend pejgamberët e zgjedhur, thot ne i bëm ata të jenë të kulluar, të jenë të sinqertë, e të përmendin shumë botën tjetër, ditën e daljes përpara Allahu azza wa jall, ditën e shpërblimit të madh dhe ditën që pasaj nuk ka kthim më në këtë jetë. Çdo nefs do ta shijojë vdekjen. Wal qabru sunduqul amal, vari sigur të jetë arka e punëve tuaja. Nëse vdes njeriu, ky është kiameti i tij për të. Prandaj njeriu duhet ta përmendë vdekjen, e të nxitojë në vepra të mira. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dy mirësi, shumica e njerëzve janë të dështuar në to. Është shëndeti dhe koha lirë. Ightanim khamsan qabla khamsin. Shfrytëzo 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera.
dhe prej tyre hayateke qabla mautik. Jetën tënde para vdekjes. Në një xhenaze e pyesin e Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kush ka vdekur? I thot ti ke vdekur. Por ti treguar se të gjithë ne do të vijmë në këtë moment. E njerëzit që kanë kaluar sëmundje të vështira, momente, vështirësie në shëndetin e tyre, e kanë prekur qoftë pjesërisht, dhe nëse nuk i ka ardhur nëpërmjet përkujtimit fetar, por i ka ardhur nëpërmjet përkujtimit të shëndetit dhe vështirësive që has njeriu në këtë jetë, ka prekur dhe ka ndjer realitetin e kësaj jete. Realitetin e asaj që ai roprohet. Madje dhe shumë njerëz turpërohen vetëm për disa kafshata apo lëpirje të kësaj jete. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Falënderimi i takon Allahut Azza wa Jalla, i cili na ka udhëzuar ne në këtë rrugë. Se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do të na udhëzonte ne në këtë rrugë, askush tjetër përveç tij subhanahu wa ta'ala s'do të na udhëzonte ne në këtë rrugë. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu tregon në një hadith të cilin e transmeton Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij, se pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka porositur istahyu min Allah haqq al-haya. Keni turp nga Allahu në formën më të mirë të mundshme. Turbin e dur. Qalu ya Rasulullah, inna lanastahyi min Allah walhamdulillah. Dhe ne kemi turp nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i orientoi tek turpi i duhur, i kërkuar, i vërteti. Që të kesh turp nga Allahu azza wa jalla, çfarë duhet? An tahfaz ar-ra'sa wa ma wa'a. Të ruash kokën dhe çfarë përfshin dëgjimin, shikimin, gojën tënde, çdo gjë që përfshin kokën. Ta ruash duke mos e shpenzuar të mirësi në atë që hidron Allahu subhanahu wa ta'ala. Wal batna wa ma hawa. Të ruash të botën, si fjali dhe në barku. Këtu kjetë për qëllim pjesën e brendshme. Çdo pjesë e brendshme. Pra, i pari ishte kokën, e dyta është gjithë pjesa e trupit. Wa ma hawa, të brendshme dhe të s'ka lidhje me të dhe të s'ka është prej sakë. Nga zemra, ta lidhësh besimin e dur, mos kesh nga të nuskat e paprekura, që s'kan material fizik, por janë nuska që njerëzit i ndërtojnë dhe lidhen pas tyre dhe inspirohen me to. Wa an tadhkura al-mauta wal-bila. Dhe të përmendesh vdekjen, ta kujtosh vdekjen, të kujtuar të vdekjes, në qenë nga turpi i duhur ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra mos harosh, o birë Ademit, se do të dhesësh. Allahu subhanahu wa ta'ala i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun, ti do të dhesësh, dhe ata do të dhësin. Birë Ademit, mos haro vdekjen, se aty është fillimi i asaj të vërtete që je thirrur, ta kuptuar për ta ndjerë. Dhe për këtë thirrje Allahu azza wa jalla ka dërguar njerëzit më të dashur, më të zgjedhur, të cilët kanë sakrifikuar dhe jetën e tyre për këtë të vërtetë. Sa harrimi
i vdekjes në jetën e njeriu është një paturpsi. Përmendja e saj në vazhdimsi është nga turpi i duhur ndaj Rabbul Alamin. Wa an tadhkura al-mauta wal-bila. Të përmendesh vdekjen dhe tretjen. Koska, jo vetëm koska. Koska të bën pluhur. Wa an laysa lil-insani illa ma sa'a. Njeriu atë ditë nuk merr asgjë vetëm se punën e tij që ka bërë. Çdo njeriu do t'i interesojë vetëm vetvetja e tij, nafsi, përgatitur për atë ditë. Allahu subhanahu wa taala tregon. Do të o biri Ademit, të tregon se në momentet e vdekjes do të shohësh të vërtetën dhe do të shohësh të kthehesh në të tjerë. Pse nuk e beson me vepra? Pse nuk e ndjen këtë besim në jetën tënde? Pse nuk ndryshon para se të vijë ai moment? Se kur vijë ai moment, të ka lejmëruar Allahu azza wa jalla që nuk të kthen më në këtë jetë. Nuk ka kthim mbrapsh. Në atë moment që do të shohësh atë të vërtetë, në momentin e agonisë së vdekjes, nuk kthehesh më në këtë jetë. Ke vetëm përpara wa tufdi ila amalika. Dhe do të shkosh vetëm tek puna jote. Wa an tadhkura al-mauta wal-bila wa man arada al-akhirata. Ai që don ahiretin taraka zinat al-hayati ad-dunya. Elan knajsin dhe bukurit e kësaj jete. Elan ashtu dhe aq dhe siç na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala ta bëjë nga ata të cilët po dëgjojnë fjalën e tij më të mirë. Wa aqimis salat.